Patjetër komuna çka mundet me bo, është një muri të pemëve të cilët përthithin grimcat e ajrit, jo dekorative si që ka mbjell zoti Gashi për rreth kekut, dhe është dashur shumë më të larta, mirë për dhe mbrendin e kekut kanë qenë disa të vjetra të cilat janë prerë, nuk e di arsyena, sigurisht janë prerë nga keku, apo me sugjerimin e kujt, mirë për dhe ato i kanë dalën, sidomos kur ka fry era nga hiri, tash ato banesa dhe ato lokale që janë aty përgjat, ato zakonisht kur ka erë ato furta, aty është hiri i dëmton jashtëzakonisht shumë. Dhe po ashtu edhe shiritat, transportus nga pjesa e dardhishtës, janë disa shtëpia aty që jashtëzakonisht kanë gjithmonë probleme me hirin dhe pluhurin. Sidoqoftë është një nga shqetësimet kryesore është edhe trajtimi i zhurmës të cilët janë nga dy termocentralet, sepse me qajrosin e ajrit, zakonisht edhe ato i bëjnë natën kur është qetësi absolute, njëri ka probleme edhe me fjetin, e sidomos ata që jetojnë aty afër, që janë nga ata jam edhe unë, domethënë në qendër, është i padurueshëm, ajo zhurmë ne si Nisë Social-Demokrate në programin tonë kemi planifikuar ndërtimin e 2 mureve për 2 termocentralet, të cilat nuk janë të kushtueshme sipas matjeve tona 80 deri në 100.000 euro kushton një, që do të jetë 12 metra i lartë dhe do ta shpërqendroj zërin, zhurmën në realitet do ta shpërqendroj lart dhe mos të vi deri te njerëzit që banojnë aty afër. Do të kenë mend. Ndotja e ajrit botërisht dihet se shkaktohet nga keku, por domthonë komuna qytetarë nuk janë fajtor pse shkaktohet nga keku, sepse ajo ndodh. Edhe ki problem me ndalu për shkak se ajo ka nalësinë, gjaqet e Kosovës A dhe B kanë nalësinë e lartë, të smush me bënë një farë muri, domthonë në qiell për me nal ato. Ajo që do të me bë komuna, edhe unë si kryetar komune, do të bëjmë pyllëzimin, domthonë gjelbrimin e zonës për rreth 2 termocentrale. Dhe kjo do të ndikojë dukshëm në zbritjen e vlerave të ndotjes së ambientit për qytetarët e Obiliqit. Bashkëpunimi me kekun, edhe pse ata janë institucione veti, është i mirë për shkak se ata do t'i vendosin filtra sipas standardeve të BE-s. Domthonë jetojmë në shekullin 21, në vitin 25 dhe mos ketë mundësi shteti i Kosovës të vendos filtra, nëse janë bërë 60 milion, ka mundësi përsëri më bërë 60-100 milion, për shkak të shëndetit të qytetarëve të Obiliqit. Ajo që do të theksoj është një rrugë afër Kosovës A, e cila domthonë nga ftofsat e ajrit shkakton probleme dimrit me qarkullim nga automjeti, rruga domthonë që çon në drejtim të qytetit dhe në drejtim të shkabajve. Ato do ta vendosim një mbuloj, do ta vendosim, nuk kushton e shumë, është e mirë dhe do ta largojmë atë shkaktimin që mund me ndodhë në komunikacion, pra, mund me ndodhë në fatkeqësi për shkak të gjithmonë sa atë ka edhe ngrica, edhe për shkak të ftosët atjerë gjithë është sipërfaqe e lagshtë. Kështu që ajo që mendojnë si kryetar komune, parqe do të shtohen, do të bëhen spaku 10 parqe, por jo parqe që kanë bërë deri tash, edhe nuk i kanë mbajt kryetari as e kompania që më bën, por do të jenë oza botanike, oza gjelbruse, cila do ta ndryshoj pamjen e qytetit. Pra ato do të vendosen ndrojt, por edhe do të mirëmbahen. Dhe çdo shtëpie do të shkohet, ato që i kanë oborre, do të subvencionoj nga 20 trupa pemë, të cilët ata të mbjellin në oborët e tyre, sepse ata sigurisht edhe i mbajnë, jo si komuna, po i mbajnë vetë, edhe ato do të ndryshojnë për të mirë edhe përmirësimin e ambientit. Zotë Krasniqi, për ndotjen e ajrit dhe ambientin, sigurisht edhe ne kemi paraporë në plan programin tonë. Megjithatë, ne dim që ndotja e ambientit vjen pikërisht prej termoelektronave. Ne kemi paraporë ndërtimin e porçave të reja në qytet. Sa? Në varet prej hapësirave sa kemi, po 4 i kemi paraporë që e dim që kemi hapësirë me bë. Mbjelljen e drojve përgjatë rrugëve kryesore, komplet rrugë, çaj kemi rrugë si kryesore, do të thonë kemi me mbjell me drojë. Ne bashkëpunim me kekun do ta bëjmë pyllëzimin e sipërfaqes pas përfundimit të mijës në çdo lokalitet që e bojnë ata. Çfarë kosta mund të ketë kjo pyllëzimi i sipërfaqeve? Unë mendoj që te na si parti, nëse unë do të jem kryetar dhe patjetër që do të jem,
Ne kemi lidhë një marrëveshje me Fol Mërgatës. Fol Mërgatës tonë që është jashtëzakonisht e fokusuar në Obileq, kemi lidhë një marrëveshje për 100.000 trupa fidanësh druj dekorativ, që do të na sillin donacion prej vende, prej Mërgatës. Edhe nuk do të ketë kosto komuna Obileqit, këtë rast. Keni edhe 50 sekonda nëse do një të stani në këtë temë? Edhe inspektimin dhe bikëshyrën strikte ndaj çdo veprimtarie që e dëmton ambientin. Pa tjetër që do të merrem me këtë çështje. Faleminderit shumë, zoti Gashi. Çfarë keni në plan të bëni për ndotjen dhe për ambientin e përgjithësi? Kryesisht ndotja është prej Kekut, është shumë e vërtet. Fatkeqësisht që tek Kosova B nuk kanë arritur ende të vendosin elektrofiltrat për shkak të sanksioneve që gjendet shteti. Ne do të vazhdojmë me projektin e nxemjes, është një projekt jashtëzakonisht i mirë, i cili gjatë sezonit dimnor do ta ulë ndotjen e ambientit, më pastaj do të jem të zhurmshëm në kuptimin e implementimit të ligjit për Obileqin. Një ligj që obligon edhe Kekun që t'jetë pjesë e gjelbrimit, sepse ata kanë prioritet vetëm energjinë. Në vitet e fundit nuk ka pas ndonjë projekt të përbashkët me Kekun. Gjithashtu kemi edhe 12 parqe që mendojmë të vazhdojmë me brezin e Gjelbër deri te Xheronishi, themi në Kek. Më pastaj ndërtimi i parkut në Obileq në rrugën Adem Jashari, ndërtimi i parkut në Breznic, ndërtimi i parkut në Mazgët tek Qerdja, ndërtimi i parkut në lagjën Hade e Re, ndërtimi i parkut në Plemetim pas shpërndësimit, ndërtimi i parkut në Millëshev afër rreth rrotullimit, ndërtimi i parkut në Mazgët, ndërtimi i parkut në Dardhisht është një projekt jashtëzakonisht i mirë me Bankën Botërore, që është stopu dhe janë dikon rreth 23 hektar që do të fillzohen, pastaj tek Halimajt dhe Fonajt pas shpërndësimit, ndërtimi i parkut në Lethisht, Graboc dhe Subotic që është në proces të shpërndësimit. Mendojmë pas shpërndësimit të rënohen ato objekte të vjetruara dhe të ndërtuara. Përmirësohet ambienti? Urda? A përmirësohet ambienti me këto parqe? Po patjetër. Faleminderit shumë. Do të vazhdojmë klasim shkëdram për diçka tjetër po ashtu shumë të rëndësishme. Jo, kom replik. Na kanë mbetë shumë paku. Po, tash, po flet për parqe, 12 vjet i ka bo... 30 sekonda, ka bo 11 parqe, se ke bo, 12 parqe. 30 sekonda, cila është replika? Replika është 12 vjet, me pa një park atje në Polaj, është i çfarë parku është, një 3-4 karrika dronit, asë që ishtë thok krejt ishtë bo. Masa ne dronit që kemi në drejtim në Shevës të Polaj, ku janë ata drojë kryetar. A ke najtin komuna ku ke najt? A u tash me shku mi po ata drojë, e mi mjellë tjeshtë, sa pare për 12 vjet janë shmezum bjellën e drojëve? Do të me ditë qytetari. Kam ndonjë shifër të sakt në stret sa janë mbjellë për 12 vite, po janë mbjellë shumë droj, është shumë e vërtet, janë 18 parqe për njoftim për ty. Po jo më çfarë parqe me 3 me 4. 18 janë të kryera? 18 janë të kryera. Jo më 3 me 4, nuk është park 3 metra, ne 4 metra, s'është parkaj, parku ditë që është kryetar. Parku